Provat do të jenë konkrete. Nëse provat nuk janë konkrete, ai personi i cili bën këtë kallëzim, ne që s'duhet marrë kallëzim i rem fare, me fjalë ajo pa autor, me fjalë anonim, nuk duhet marrë fare, por që të gjithë personat të cilët japin denoncimin, duhet mbajnë përgjegjësi për atë denoncim që bëjnë, sepse edhe mund të kalojnë pjesën e seriozitetit për një proces të cilin ngarkojnë një kandidat i cili është për zgjedhje, e ngarkojnë me element të cilët ai nuk i ka bërë, për shembull një kandidat rival, për të cënuar qetësinë dhe vazhdimin e fushatës për një kandidat tjetër, siç kishim rastin e zotit Bardhi, që sot nuk e di se ç'po thoshte që kallëzoi zonjën Balluku për elementin e krimit zgjedhor. Nga mënyra se si u paraqit, në fjalë ishte dobët. Pse? Nuk kishte bindje ai element për cilin të prisnin. Tani të gjithë janë antarë të Partisë Socialiste. Ai nuk po thotë që në fjalë po kryen krim zgjedhor sepse po merr administratën, po merr atë. Faktohet, ku e ke faktimin? Unë di që administrata ka firmosur shumë letra për të cilën mos të marrë pjesë në zgjedhje, në mitingje, në takime etj. Këtë di unë. Dhe ajo vlen brenda orarit zyrtar, jashtë orarit zyrtar mund të marrim. Shiko, patjetër. Aty mund të shkojë. Me fjalë, kjo është pjesa tani të cilën ai ka thënë sot. Petraj, kemi diskutuar herën e kaluar bashkë për arrestime të mundshme nga ana e SPAK. Duke sikur ka një lloj qetësie në këtë betejë ndaj politikanëve të dyshuar për korrupsion. E vëre edhe ti apo dhe një pyetje ne të dy e dim përgjigjen, por dhe opinioni publik se her pas here dalin lajme që mund të arrestohet X ministër, X deputet. Është e mundur ligjërisht të arrestosh ligjërisht është një politikan me imunitet? Edhe njërë. Ligjërisht është, nuk ka të thot ajo. Komisioni mandateve mbridhet edhe brenda 24 orësh. A duhet votohet nga kuvendi? Patjetër, mund të bëhet një seancë e jashtëzakonshme. E parashikon ligji. Nuk mund të arrestohet pa marrë aprovim apo jo? Jo, nëse nuk ka flagrancë. Nëse nuk ka flagrancë, nuk arrestohet. Flagranca është aksident, kur raste ekstreme. Është rast ekstrem, ndërsa ligji parashikon që një person i cili gëzon imunitet parlamentar, pas kërkesës grupi i cili duhet të mbledhet komisioni mandateve, pasi të relatojë atë, duhet në një seancë caktuar. Të çon raport kuvendit të Shqipërisë. Por kjo nuk besoj se do jetë, sepse me çpam dhe me atë polemikën të cilën ndodhi mes Ramës për pjesën e Erion Veliet dhe tjera, me fjalë kam përshtypjen që të paktën minimalisht Partia Socialiste nuk do të japi më okejin për arrestimin e disa personave pa e faktuar pjesën, sepse jo pas se çan. Pra të gjithë ata që na ndjekin ta kuptojnë që nuk është e lehtë të arrestosh një deputet në detyrë. Patjetër, vetëm me fjalë, nëse nuk i jep okejin Komisioni Mandateve dhe t'ia çojë parlamentit për votim, pra vjen kërkesa nga SPAK, e miraton nëse jo Këshilli i Mandateve, pastaj kalon në kuvend. Përveç asaj, seanca mund të zgjasë edhe 48 orë, mund të zgjasë edhe 2 ditë, edhe 3 ditë, 72 orë. Dhe kjo kërkesë mund të bëhet edhe ballafaqimi në sallën e Komisionit Mandateve, të cilët gati e pamundur nëse nuk duan partitë politike. Me fjalë patjetër, me fjalë është një procedurë me brenda rregullores së brendshme që ka kuvendi. Kjo është procedura. Që shikon dhe ti të vështirë arrestime të mundshme. Shikon, edhe njërë, për sa i përket mund të nxjerrin një për shembull një fletaresi për dikë, por masa e sigurisë që kërkohet për atë person, mendoj që pas vendimit të gjykatës, gjithmonë me vendim gjykate kjo. Por në qoftë se kemi detyrim paraqitje, ajo nuk kërkon pjesa e Komisionit Mandateve, sepse ai është një element të cilin nuk e cënon pozitën e tij juridike për të vazhduar aktivitetin e tij parlamentar. Pra këto janë disa element të cilën është bërë tashmë e modës, sepse u